sepse nuk është të i pengu ky pushtet mbi bazën e kësaj që na e pam. Kur dikush të vetë ofrohet me aq vota sa i ka, në qoftë se kthehemi në kohë me kujtu ish presidentin Hashim Thaçi, kur shkojshe të lista e votimeve, ka pas qatë shumë parti në koalicion që e kisha përshtypjen që një parti që i kish një 2000 vota Partia konservatore në Prizren e shtike në koalicion. Lutëm na bëj gati listën e PS-s së tjera të ende nuk ka dalë. Gjashën e PS-s ta komentojmë. Këtë shembull menoj që se kanë ndjek Partia Demokratike e Kosovës, duke e pa dhe duke analizu listën e LDK-s të kthehemi edhe një herë për një fakt, nuk e pash Sibel Halimin. Ish drejtoresha në komunën e Prishtinës që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për mu ke befasi pse s'është në listë, menoj që e ka meritu edhe... Profesori, meriton tjetë aty. E kish meritu tjetë